mirë se vini në kanalin tim në një tjetër video. Sot do të hapim video me një unboxing nga me një paku që kam bler tek Zalando. Jam pak e acarume sepse shikoni pak si më ka ardhur pakuja. Më thënë, edhe nuk është hera parë. Dhe kjo është hera dytë që më ndodh që më ka ardhur një paku në këtë mënyrë. Kështu që nuk është normale, por paktën gjitha gjërat janë brenda. Me siguri ndoshta mund të jetë grisur gjatë transportit, por prap se prap në këtë farë mënyre, nuk e di si mund të jetë grisur, vetëm të kenë bërë luftë me të. Nëse t'ju tregoj se çfarë kam marrë, si fillim kam marrë këto pijame për Ohejmën, sepse ajo po rritet, plus që tani po mbrohet koha, edhe ato që ka janë pak të trasha, edhe që nuk do i bien edhe pak, kështu që për më vonë ka edhe këto, se këto i kam marrë 3 deri në 6 muaj, dhe më duken pak si shumë të mëdhaja, t'ju them drejtën. Por, mora 3 palë edhe ishtin vërtet të mira. Ajo që fa më pëlqen mu të pijamet mama goca që një shtatzanë, për si një bebe. Me pijamet mos bëni lojra, cute ose pa cute, merrni me zinxhir dhe mundësisht kenë zinxhir që hapet edhe këtu, që natën, kur jeni për gjumësh, kur qanë bebja do dhe pi dhe do të ndrosh dhe është një katastrofë. Kjo është pak lehtësim, le të themi. Po, ja kam marrë këto, janë edhe me këmbë këtu në fund, edhe po i marrë 3 deri në 6 muaj. Tani Ohejma është goxha bebe e madhe, e gjatë dhe muskuloze, le të themi, që besoj se edhe 1 muaj ose diçka e tillë, pak më pak se 1 muaj do t'i vesh. Janë 3, janë bashkë, janë një të ndara, janë këto me zemra. Nëse që kanë cute, nuk është se janë cute, por prapë si prapë në shumë i nga marrë edhe për zinxhirin edhe për materialin. Ja, po shikoj edhe Ohejmën këtu te kamera. U zgju, Erzani. Kam dhe këtë kamerën e re të Momkozit që me siguri do më dërgoj një kod, kështu që më ndishin në Instagram nëse dëshironi një kod, sepse Momkozi ka gjërat super bashkë me pompën. Po edhe pak ndoshta do kthej gjumin e vet, por po vazhdoj me haulin. Kam bler, dua të filloj palestrën. Dua të filloj palestrën, slowly, avash, por që dua ta filloj. Se si, qysh tek, mos më pyesni, akoma se kam nisë, jam e motivuar, por që doja filloj, edhe mendova të marr një komplet të ri, plus që unë tani kam filluar të bëj dhe yoga, dhe pilat, kështu që është një vend shumë i bukur që në fakt e kam darë në Instagram për jo këtu, është në Bruxelles. Në qoftë se jetoni në Bruxelles, jo është super që gjërë që shkoni, është yoga postnatal dhe pilat postnatal. Ka dhe kurse të tjera, yoga prenatal, ka për nëra që janë shtatzanë, aty kam bërë yoga prenatal, tani bëj yoga postnatal dhe pilat postnatal, dhe është super sepse mund ta merrni beben me vete, ndërkohë që ka edhe kështu lëkundse për beben, personi që jep kursin edhe luan edhe herë edhe me beben, është super. Kështu që mora këto, që janë kështu për yoga, më pëlqejnë shumë, këtë dia me bëjnë apo s'po bëjnë, por që kjo është një punë tjetër, do t'i provoj pastaj. Bashkë me këtë, mora edhe pjesën sipër, tash i bëj maçi-maçin, nëse më pëlqejnë marr edhe se të tjera. Por që është kjo pjesa këtu, nuk është se më pëlqen shumë materiali, se kam përshtypjen se kjo do bëhet me topa, nuk e di. Por që kështu, në trup besoj se do rish super. Nuk e di, është një firmë, është këtë firma këtu. Besoj se kjo më bën, se nuk do gjë e bollshme. Besoj që do të pak pesh edhe të shohim. Dhe gjëja e fundit, por jo pak e rëndësishme, prandaj e kështu e lash për në fund, janë këto atletiket. Unë në fakt kam qenë shumë mes atletikeve New Balance edhe Asics. Dhe për mendimin tim, Asics janë super të mira. Nuk i kam provuar akoma New Balance, por në krahasim me çmimin që kanë New Balance, nuk diferojnë shumë, vetëm pak. Me të vërtetë më kanë pëlqyer shumë dhe i kam përdorur 1 vit non-stop. Përveç se kam bërë sport, kam luftuar me to, i kam veshur këtu, 6 stazanis ato i kam veshur sepse ato i kisha më të rehatshmet, por kam filluar jo të prishem, por të vjetërsohen edhe doja një paratletike të reja. Mora këto klasike të New Balance. Besoj se shikoni pak sa të bukura që janë. Shpresoj të jenë po ashtu të rehatshme sa të bukura.
Në fakt, kam dëgjuar që janë të rehatshme, kështu që shpresoj të jenë rehatshme. I mora 39,5, sepse më duket sikur më është rrit pak këmba, ose nga që janë pak më bullafiqe, le të themi, edhe këmba është bullafiqe, por që janë këto. I mora 39,9, unë këmbën e kam 39, por që i mora këto. Jam shumë e lumtur dhe mezi po pres ti vesh. Në Zalando i mora, çmimin 120 më duhet i mora, nuk e mbaj mend, por që janë shumë të bukura. Kjo ishte unboxing i mëngjesit, le të themi, se ora është 12:30, nuk është më mëngjes. Okej, ma thash po flen, të shikoj pak sepse po fle prapë më duket, apo i ka hapësir, nuk e di çka ta shoh, por paktën është e qetë. Këtë javë të shtunën kam një dasëm belge, nuk ja kam idenë fare se çfarë do vesh, kështu që gjej në fustan në gjë që dal bukur dhe të ndihem mirë e veshur me fustan, sepse nuk ndihem 100% vetja ime që të vesh fustane që kam pasur më përpara, kështu që do shohim, të sajojmë diçka. Dhe kështu, mos harroni bëni subscribe nëse ju pëlqen kanali, edhe po, faleminderit shumë për çdo koment dhe çdo fjalë të mirë. Hey, I heard you got a new best friend. Yeah, it hurts a bit, I won't pretend that it doesn't matter, that you're with someone else. In a way, that's how it's supposed to be. If I'm unable to make you happy, then it's for the better that you are not with me. That's why I wrote you a letter, 'cause you see, I write so much better than I speak. And I need to tell you, you were my best friend. Say something that will make my day, 'cause these memories of her won't go away. They're haunting me so I can't sleep. She was a pretty little liar who cut me deep, 'cause she left me here alone. Now my bed feels just like cobblestone. Oh, where did she go? Oh. Përshëndetje, u bë shumë kohë që nuk kam folur, do me thënë kam filmuar me video, por nuk kam folur me zë. Sepse kanë qenë fakt ditë të mbushura, ditë të zëna, edhe nuk më ka rasti që të flas, por që sot tash duhet të flas, duhet të shpjegoj çfarë po ndodh, çfarë janë këto video. Okej, këtu pas keni rroba që po thahen, sepse nuk kam mujt me nxjerr jashtë nga që po bjen shi dhe është kohë e keqe dhe kam vendosur të kjo dhoma, që kjo dhoma është në fakt shqyqyshë nuk e shikoni gjithçka dhe mund t'i fshe, sepse është me vërtet një rëmuj dhe duhet të fillojmë avash avash
Në fakt është një dhomë që lejmë rrobat dhe kemi raftet edhe gjithçka. Që do jese me vonë dhoma e Ohemës. Për momentin Ohema flet me ne dhe do vazhdoj të flet me ne derisa kur ne të jemi gati ta lëm tek dhoma. Por po thoja që kemi pasur një dasëm ditën e diel, ditën e shtunë falni. Kam filmuar pak dhe jo shumë sepse tek ceremonia e kishës nuk lejohet të filmosha, kështu kam vendosur çifti dhe normal që kam gjithë secili nga ne ka respektuar dëshirën e çiftit. Ceremonia në kishë ishte në orën 1, i marrë dhe Ohemën me vete sepse lejoheshin fëmijët, ndërsa tek banketi le themi në darkë, që ka qenë në 7:30 kemi qenë pa Ohemën dhe Ohemën e kemi lënë tek prindrit e Gerit. Dhe ka qëndruar shumë mirë. Nuk është hera parë që e lëm tek prindrit e Gerit dhe faleminderit Zotit dhe jam shumë mirënjohëse dhe falenderuese që fakti që kemi njerëzit tonë këtu dhe që mund ta lejmë ndonjëherë beben edhe mund të shohim edhe kohën pak për ne të dy, ose unë kam mundësinë ta lej Gerit beben dhe që i besoj. Do thënë, nuk është puna t'i besoj, është babi i bebes dhe sikur unë kujdesem për të, duhet edhe ai të kujdeset për beben. Nuk është një ndihmë, por është një detyrë. Kështu që ta keni parasysh edhe juve, dhe nuk duhet dhe nuk e kuptoj këtë që themi ha se të ndihmon ai, të ndihmon. Nuk është ndihmë, është detyrë. Të dy kemi detyrat tona, të dy ndihmojnë le të themi njëri tjetrin. Kështu që po kemi kaluar shumë mirë, unë vesha super thjesht sepse këtu dasmat ishte një dasëm belge, shoku i Gerit me bashkëshortën e vet. Janë goxha të thjeshta dasmat këtu, kështu që kisha veshur një fustan të zi të rihoas që ma keni parë besoj, kam bërë një haul një herë një kohë, edhe ishte goxha ftoftë, kështu që fix i ra për atë fustanin. Në fakt pa ta bledhe një tjetër që nuk e vesha dhe do e kthej tek Zara, sepse ishte për verë dhe më duke vetja shumë e tepruar me atë. Kështu, këto kanë qenë të rejat e fundit në fakt. Sot është dita që duhet shkoj të bëj thonjë, sepse i kam shumë keq, shikoni pak. Edhe Geri është pushim këtë javë, kështu që po përfitoj të dal, sa po pompova qumësh. Edhe pse kam qumësh në ngrirje, i pompova që t'jese i freskët. Edhe kështu unë po dal, po shkoj të bëj thonjë, kam veshur këtë, bluzën poshtë bardhen, gjaketën, kam veshur një pal gjingse që i kam bler janë në ngjyrë bojqiell. Kam veshur këtë çantën që e kam prej vitesh, por është e madhe dhe thashta marr me vete, sepse unë pa ujë nuk dal dot. Do të shkoj gjithashtu të blej një libër, kam shumë që të lexoj një libër, që do e ndaj edhe këtu me juve. Pas dite është plani që të shkojmë tek puna Gerit te futbolli, me gjithë Ohemën, sepse është një dita e fundit le të themi e sezonit, nuk e di se si ta quaj se s'marr vesh shumë nga futbolli, por që Ohema do takoj kolegët e Gerit, fëmijët që Geri ushtron, edhe gjithë ata që janë aty të ekipit, kështu që do shkoj edhe unë me to sigurisht pas dite. Por që shkojmë si fillim të bëjmë thonjt edhe kënaqem, shërem pak të kohën për vete edhe të vijem mbushur me energji. Ja tregoj këtu outfitin shpejt e shpejt. Kam vesh këtë gjaketën, kam bler këto jeanset që janë oversize, sigurisht. E kam mbyllur sepse është pak freskët dhe përfryn pak erë. Çanta sikur ju tregova, edhe po dal, po vesh edhe atletiket e reja që kam treguar, ndërkohë që Geri po merret dhe po ndron Ohemën, edhe këtu shtëpia jonë është shndërruar komplet në shtëpi, jo si më përpara. Tu kemi vendosur tavolinën, kështu thatë. Tu është kjo lodra që i kemi bler Ohemës, kjo është e Ohemës. Më keni thënë Dora mos e vendos asnjëherë Ohemën këtu, sepse mund t'i bjerë diçka te koka dhe keni shumë të drejtë, nuk e vendos asnjëherë këtu. Gjithmonë e vendos këtej që të kesi mundësinë të shikoj edhe mua edhe pamjen. Këtu kemi babi Gerin që po ndron Ohemën. Mirupafshim edhe kalofshit mirë. Shijojeni. Bye babe. Bye man. Hey, I heard you got a new best friend. Yeah, it hurts a bit, I won't pretend that it doesn't matter that you're with someone else. In a way that's how it's supposed to be. If I'm unable to make you happy, then it's for the better that you are not with me. That's why I wrote you a letter, 'cause you see, I write so much better than I speak. And I need to tell you, you were my best friend till the end. I hope I'll be happy without you, but right now I don't
t'ju them që tani sapo ula, ora është 8:30, edhe Ohema Geri po e vën Ohemën në gjumë, domethënë saktë ka zënë gati gjumi. Por që kur isha për të bërë thonjt, kur isha jashtë, kam marrë direkt në shtëpi dhe direkt kemi dalë dhe kemi shkuar te futbolli i Gerit, dhe besoj e keni parë këtu tek skenat. Nuk kam filmuar shumë sepse janë fëmijë të tjerë që nuk dua të nxjerr fëmijët e huaj pa leje ose me leje ose të filloj të pyesa ti nxjerr apo jo, jam munduar kështu shpejt ti filmoj, por që nuk kisha kohë të them drejtën, kështu që këto janë thonjt që bëra, shikoni pak. Dola pak nga zona ime e komfortit, zakonisht një bëj me ngjyra të qelta, nëse gjithsesi janë të shkurtra, më pëlqejnë të them drejtën, nuk e di. Nga që janë të shkurtra, thasha po i tentoj këtë ngjyrë. Nëse ka të keqe që t'jenë gjata dhe tentoj ngjyrën, thjesht më duan të shkurtra sepse jam edhe me Ohemën edhe nuk dua ta vras apo ta dëmtoj me shkurtra. Ndihem më komode. U kënaqem shumë, shkuam tek futbolli tek ekipi i Gerit, ishte dita e fundit ku prindrit edhe fëmijët loznin bashk, do thënë prindrit e fëmijëve që trajnon në Geri, hëngrën patate të skuqme, gjitha kështu me radhë, prezantuam Ohemën sepse ata kishin bërë dhuratë Ohemës, por që çdo herë që shkon te Geri atje thoshte kur do vi Ohema, sidomos fëmijët që i ka trajnuar Geri, kështu që shkuam sot dhe u sulën gjithë Ohemës, kështu Ohema. Ishte një moment shumë i bukur edhe preferoj t'i filmoj gjitha këto momente që janë për herë të parë kur Ohema shkon diku ose bëm diçka, se janë kujtime që do i kujtojmë gjithë jetën, plus që unë merrem fakt me këto editimet në gjërat dhe do i bëj Ohemës një gjë shumë bukur, një disk shumë bukur që kur tritet ajo të kese momentet e saj më të rëndësishme të jetës me një klip të vogël. Me aq mundësi sa kam. Tu kaluam me të vërtet shumë mirë, erdhëm në shtëpi, erdhëm pak vonë, fakti kaloi pak gjumi se Ohema flen orën 8 ju kam thënë, ora 8:30, kështu që tham ta lajm sepse nga që ishte me shumë njerëz e kështu, thash ok do e lajm dhe po e vendos Gerin në gjumë. Do mundohem një ditë t'ju filmoj rutinën tonë të darkës, sepse më keni pyetur shumë edhe këtu në Instagram. Kështu që pse jo, ta ndaj me juve, mos harroni, nuk jam një mami perfekte, unë nuk jam perfeksioni këtu, nuk jam këtu për të treguar perfeksionin, besoj e dini, edhe unë kam ato më dyshjet e mia, gjithmonë pyes veten apo e bëj mirë, si mund ta bëj më mirë, cila është më mirë, kështu që thjesht jam munduar të bëj më të mirën për Ohemën. Më pëlqen kur fëmia ka një rregull, ka një rutinë, se edhe unë ndihem më mirë, edhe unë organizoj më mirë, edhe ajo pushon, ushqet më mirë. Ka pas sa ditë në fakt më duket se ishte regresi i javës 11-12, e lexova edhe tek ChatGPT që e pyeta, edhe thoshte që me të vërtetë edhe refuzonte edhe të pinte, ishte tërkohës shumë nervoze dhe ndërkohë që refuzonte të pinte, bënte që edhe gjumi mos ishte i gjatë, domethënë të zgjohej shumë shpesh. Dhe ishte një lëmsh 3 ditë mund të kese zgjatë, dhe tani ka filluar përsëri sikur më përpara. Se nëse nuk ushqehet mirë, i bie që zgjohet më herët, nuk flen, nuk i bën gjumet e gjata. Pastaj kur nuk flen mirë është nervoze, nuk është e vështirë që të pi, gjuan me shkelma, domethënë ishte me të vërtetë shumë e lodhshme për mua, ato ditë kam qenë vetëm, domethënë pa ndihmë pa Gerin, por që kaluan, shpresoj. Ne na presin regrese të tjera, por që edhe këto do i kalojmë, çfarë bëjmë, kështu jemi ne mamat, do i kalojmë të gjitha. Ndërkohë kur isha jashtë mora këtë larsin, mora një lars vajor, te kam pas këtë larsin vajor të Anuas, kjo firma koreane, e kam pas përdorur para se isha shtatzan, edhe kur ngela shtatzan e kam pas përdorur sepse doja ta mbaroja, dhe pastaj kam marrë një tjetër që ishte si gjallë. Kjo video nuk e di, po ma ik trunin sepse mu fik kamera dhe harrova ku e lash, dhe ndërkohë ka bërë këtu me shenjë, po editoja një reel që postoj në Instagram, që ishim sot tek futbolli, kështu që ju ftoj të më bëni follow në Instagram. Është reelsi. Se nuk duhet më kap edhe copyright. Ndërkohë ora ka shkuar 9:30 për zotin. Po ju thoja që më parë ka pas një gjalp që edhe më ka pëlqyer shumë, po edhe kjo shumë. Kështu që për çmimin, një bëra llogaritë mia, kjo ishte me ulje. E mora, kishte një ulje se normalisht kushton, po 4 euro ulje kishte, kushton 20 euro dhe mora 15 euro e 96. Shikoni pak. Shkova te ky dyqani që ka gjitha gjërat që janë virale në Instagram, për ju që jetoni në Bruxelles, quhet The Cosmetic Carry, është super, domethënë gjitha gjërat që janë virale në Instagram, se s'po më hapet kjo, dhe jam e detyruar që ta grisi.
Po thoja I keni tek ai dyqani. Është ky këtu. Është me të vërtetë super I mirë, super I mirë. Kjo është vaj, ndërsa e tjetra është gjalp. Do thoja që mua më shumë më pëlqen vaj se sa gjalp. Këtë kam konstatuar, prandaj e mora. Mos harroni ta lani fytyrën 2 herë, se nuk e kam ditur më përpara. Lahet së pari me një larës vajor, qoftë gjalp konsistenca apo vaj, do të thënë kështu oil. Pastaj lahet me larësin shkum, që është normal shkum. Kështu që një këshill nga unë, dhe quhet një larje e 2 fisht. Kështu, kërkova edhe për librin, nuk e gjeta tek biblioteka që isha, edhe online në fakt duhet pres deri në 24 qershor që ta kem atë librin, kështu që nuk e di se si doja bëj. Siç ju thash këtë javë gjerë është pushim, kështu që nuk e di nëse do bëjmë ndonjë gjë të vogël, ndonjë udhëtim këtu afër, ka prap pushimin qershor, kështu që ato do jenë tamam një udhëtim pushime të mëdha, le të themi. Ndërsa këto do jenë diku këtu afër të shohim, nëse gjejmë diçka që është interesante. Shikoni pak, I kam edhe këto në dorë, që I kemi bërë tek dasma, edhe I sollëm sipër se ishin te makina. Shikoni pak sa bukura. Kemi bërë fotot tona, kishte plot kështu objekte që mund të vendosim në fytyrë, shumë fani. Edhe këtu është inicialet e çiftit dhe data e martesës. Ju thash ky vlog ka qenë pak I rrëmujshëm, kështu që më falni shumë, ka qenë një javë shumë e nxënë. Ju thash që kam pasur atë regresin e vogël të hemës, kështu që më ka lodhur, t'ju them drejtën, ka edhe nga ato ditët, kështu që normal prioriteti im është babya. Do shkoj të bëj një dush sepse I kam ndruar edhe klifat e krevatit sot. Ju përqafoj shumë, uret jeni mirë, më falni edhe një herë për këtë vlogun kështu. Ju premtoj që të bëj më mirë, sepse këtë javë thash kemi pak pushim dhe jam pak më e lirë kur është kështu geri pushim. Edhe bashkë do shihemi në vlogun e radhës. Pashim. Ciao.